Në të tjera zhvillime do të shkojmë në Kukës, në një raportim të drejt për drejt në këto momentet. Kolegu ton atje Benet Beqiri, pasi në Kukës pritet të ndërtohet edhe landfilli i ri për menaxhimin e mbetjeve urbane, projekt që me sa duket ka hasur edhe në kundërshtin e banorëve. I marrim të gjitha këto detaje nëpërmjet raportimit kolegut Benet Beqiri. Përshëndetje Benet, përpara se të shkojmë te projekti i ri i ndërtimit të landfillit, aktualisht Kuksi dhe rrethinat ku i depozitojnë mbetjet urbane? Përshëndetje, sa e përket depozitimit të mbetjeve të urbaneve të Bashkisë së Kukës, mund të thesemi pikërisht pas shpinës time ndodhet njëra pikë e depozitimit të mbetjeve të urbane, e cila është edhe për fshatat apo për zonat e njësive administrative, pikërisht në këtë kodër prapa meje, e cila gjatë këtij viti, sidomos në zonën e verës, ka qenë problematike për shkak të rënies së mallet të zjarreve dhe djegjes së mbeturinave në vendin e quajtur Myqmamës, siç është edhe vendi ku depozitohen mbretërinat e zonave përreth, mund të themi, të fshatrave, ndërsa ato të qytetit depozitohen diku rreth në afërsi të varrezave të qytetit Prizrenit. Pra janë dy vend të depozitimit për të mbetjeve urbane. Me ndërtimin e landfillit të ri, Benet, këto dy vende do të bashkohen në një. Në cilën zonë është menduar dhe projektuar të ndërtohet landfilli i ri? Po me sa duket me projektin e ri, pra me ndërtimin e landfillit të ri në fshatin Përbrek, i cili ende nuk ka filluar së ndërtuari, duket se paktën kjo që është brapa shpinës time, pra kjo vetë depozitim duhet të mbyllet, pasi gjithmonë, siç e thash edhe më herët, ai çdo vit në sezonin e verës është pjesë e zjarrvënieve të qëllimshme, mund të themi, të mbetjeve urbane dhe mendohet që duhet të mbyllet me ndërtimin e këtij landfilli të ri, i cili siç thash do të ndërtohet në fshatin Përbrek dhe do të menaxhojë mbeturinat jo vetëm të Kukësit, por edhe të Hapit dhe Tropojës. Po banorët kanë nisur kundërshtimet e para, menjëherë sapo kanë mësuar pra për projektin për ndërtimin e këtij landfilli? Po, banorët me sa duket tashmë kanë filluar një betejë, mund ta themi kështu në thojza, mes banorëve dhe institucioneve shtetërore, pra atyre qendrore dhe pushtetit lokal për projektin e landfillit të ri, pra të menaxhimit të mbetjeve sipas standardeve evropiane të publikuar tashmë edhe nga Ministria e Mjedisit në muajin gusht, ku e bëri të ditur se do fillojë ky projekt të zbatuari, duket se do ta kundërshtojnë deri në zgjidhjen përfundimtar, pasi ata kanë filluar edhe protestat në fshatin e tyre. Protesta e parë është zhvilluar pra këto ditë në fshatin e tyre dhe mendohet që ky landfill i ri të ndërtohet mes dy fshatrave, Përbregi i sipërm dhe Përbregu i poshtëm, siç e quajmë neve, atë zonën, në një zonë afër një ish reparti ushtarak, ku sipas banorëve aty kanë edhe livallet e kullotat, por edhe burimet e jetesës nga ana e bujqësisë, pasi kanë edhe tokat të cilat i kultivojnë. Dhe pikërisht për këtë gjë banorët e kundërshtojnë, pasi siç shprehen ato nuk kanë pasur as konsultime publike nga zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit apo vetë nga Bashkia e Kukës, por e shohin si një ndotje masive të këtyre ambienteve, duke patur parasysh se kjo zonë, sidomos fshati Përbrek i poshtëm, është një zonë te e përmbytur dhe ka pasur shpërngulje masive të qytetarëve për shkak të përmbytjeve të vit pas viti, sidomos kur gjatë rreshëve të shiut nga liçeni i Firës. Mund të themi se nga kjo mund prekën rreth 500 banorë të këtyre dy fshatrave, por edhe të fshatrave të cilat janë përreth zonës kufitare, mund të themi ne, siç është Morini, Xhexhani apo edhe dy fshatrat e Bardhocit. Mirë, i ndjekim banorët dhe rikthehemi sërish, Benet. Sipas rrjetet sociale që akullen nëpër media, rrjetet sociale se do të bëhet një landfill këtu në fshatin Përbrek. Ne jemi boll fshati i përmbytur, na ka mbyt liçeni, Firza, uji, pishëm skemi, rrugë skemi. Se na pranë tash edhe bërlloqet tonë, ku njerëzit janë dëmshme, kemi njerëz smur, njerëz me astma, njerëz me kjo është një padrejtësi aty në fshatin Përbrek. I bë thirrje pushtetit qendror dhe lokal, marrin masa, mos na largën nga fshati, ballkanik gjithë. Nuk kena dalë protest për arsye personale ose për përfitime personale,
Protesta jona është që ato po vinë për na grumbullojnë mbeturinat në përbreg. Ne jemi kundra kësaj, ka që 20 vjetë në lesin e kanë lënë në harres, që sa bo asë një investim, po ato dhe po vinë për na shkelin, po thuat e se gjysa e përbregut është e përmbitur. Gjysën tjetër du të ta marrim për pjesë të grumbullimit mbeturinave, atëherë na ma mirë të na shpërngulin, të na qenë në lushnja, në ndursa ku ta di unë, dhe atëherë lam tokën që ta çfarëzojmë për këtë pjesë. Tatunja gje poshtë, që të lopë për çdo ditë, edhe shkene pinë qatë pro e uj. Kilan filli se sa me uj bante, edhe mërësh edhe shkakojnë tubat në uj, në gazat edhe mërësh. Sa shumë kur në kurës se më dëgër, me që kanë cenzër, se shpjeme, e të shok të muj, kurë jo. Sa ti prish, ujnë që pojnë lopë të katunit këtë. Pojnë që banë, këtë uj që uj. Për ne, krejtë. S'kemi ku shkemna, 400 hektari ka marë liqeni. Plus, ku shkemna, ku të mëjtna. Ndërkohë, i ndoqëm reagimet, Benet, a kanë kërkuar takime drejtues pushtetit vendor së pari me bashkin e Kukësit këta banorë, sepse nga reagimet që ata ne i ndoqëm, kanë të drejtat e tyre, sepse me ato toka jetojnë. Po, gjatë protestës së parë që është zhvilluar pra në fshatin Përbreg, banorët kanë nënshkruar edhe mund të themi një peticion drejtuar institucioneve shtetërore, sidomos Ministrisë të Mjedisit apo edhe vetë qeverisë, por edhe Bashkisë Kukës për problematikat e tyre dhe për këto ankesat që sapo i dëgjuam dhe për të vazhduar ndoshta një komunikim zyrtar mes Bashkisë Kukës dhe banorëve për të zgjidhur këtë kontakt, këtë problem. Ne mësojmë se nga Bashkia Kukës është vendosur pra që ta realizojë këtë projekt, pasi sipas edhe projektit i cili zbatohet nga Bashkimi Evropian, duke patur parasysh se ky landfill është prezantuar si projekt para 5 vitesh, ku është bërë edhe miratimi ose nënshkrimi nga 3 kryetarët e bashkive të Kukësit, Hazit dhe Tropojës, edhe miratuar nga Këshilli Bashkiak i Kukësit, u zvarrit për çështje të konsultimeve apo dhe procedurave të tjerave. Dhe besohet se do të fillojë ndoshta një konsultim publik ose kontakte me banorët e zonës për të parë këtë problematike, por sipas Bashkisë Kukës, landfilli i ri do të thotë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ja, prandaj di pse ta bëra këtë pyetje Benet, se shpesh landfillet në vendin tonë më së shumti janë thjesht si një vend le të themi depozitimi, dhe ky landfill do të jetë do t'i plotësoj gjitha kriteret, për shembull që tek ndarja e mirëfillt që i bëhen mbetjeve. Po kështu është thënë edhe nga projekti, por edhe nga deklaratat e mëhershme të zyrtarë, sidomos të Ministrës Mjedisit dhe të Turizmit, të cilët kanë qenë edhe në Kukës kohë më parë, mund të themi kështu, por edhe nga projekti i fundit të prezantuar në gusht të këtij viti, është bërë se ky landfill i ri do të ndërtohet sipas standardeve të Bashkimit Evropian, pa cënuar mjedisin, tokat bujqësore apo edhe jetesën e qytetarëve të zonave përreth, që tash janë rreth 500 banorë që drejt për drejt atakojnë me këtë problematikë, përfshi edhe fshatat përreth zonave kufitare. Gjithsesi shpresa mbetet në ditët në vijim se si do vijojë ky problematikë, e cila ndoshta do të ketë, siç thash edhe në fillim, një betejë në thojza midis institucioneve dhe banorëve të zonës. Banorët e zonës janë të vendosur që nuk janë kundër ndërtimit të landfillit, por janë shprehen ajo të jetë në një zonë ku ka edhe kjo zonë larg ambienteve të banuar, tokave bujqësore apo edhe mjediseve ku ata kryen punët e tyre të përditshme njerëzore. Mund të themi se edhe landfilli është edhe afër disa metra më larg, mund ta themi kështu, afër varrezave të fshatit, edhe kjo ka shqetësuar shumë banorët, të cilët tashmë e kanë filluar betejën e tyre nëpërmjet protestave, por edhe ligjore, siç janë shprehur ato gjatë intervistave. Faleminderit Benet për gjitha këto informacione dhe për shqetësimin e banorëve që na solle nga fshati Përbreg i Kukësit.